Vllaznia e basketbollit për meshkuj vazhdon marsimin nga fitore al fitore. Mbrëmjen e sotme regjistroi fitoren e 11 duke mundur fuqësisht Elbasanin me shifrat 118 me 68. Profesor Llazani urime. Faleminderit. Ndërkohë do shkoj kjo vllaznia me këto fitore të njëpasnjëshme. Do përpiqen me dhënë maksimumin çdo meshë me rujt këtë ritëm pozitiv që kena dhe sot pavarësisht se ishte ndeshje në sy të publikut ndoshta e thjesht, për ne ishte shumë i rëndësishëm pika varazhi sot. Pavarësisht se i dhash minutazhe dhe bindetri, por për ne ishte shumë e rëndësishme sepse tashmë jena në luftë për pika varazh ndaj ekipit Tiranës. Besidhja e para, pas një humje dhe me njerë vllaznia e dyta me 3 pike, me pas se ka ardhur momente tashmë i rivalitetit të nuk shihni me poshtë tek rivalet që ju ndjekin, por shikoni përpara tek besidhja. Unë mendoj që ne duhet shohim me punu me këto ritme që po punojmë prapë, me vazhdu me këto ritme që po vazhdojmë dhe rezultatet dhe ja lajmë fushës, sepse nuk flitet për objektiva. Ne kena një buxhet shumë modest, ndoshta shumë më modest se sa disa ekipe që i kena lënë poshtë, por kjo nuk ka lidhje, ne vazhdojmë punën edhe përpjekjet tona me dhënë më të mira. Profesorë, keni thënë edhe në deklaratat e mëparshme që ju keni një projekte për elementin e ri dhe duket se po shkon mirë. Kam parasysh sot ndeshja me Elbasanin, perioda fundit ju besua një 5 tërësi shkodrane të gjithë të moshës nga 15 dhe në 17. Jo, okej, pjesa përfundimtare e ndeshjes ishte me 100% produkt i joni, por gjatë gjithë periodave i kam aktivizuar dhe gjatë periodës parë, dytë, tretë më radhë, ndoshta jo të gjithë për i herë, po me momente të caktuara i kam dhënë besim. Deri diku ma kanë justifiku besim, por kena shumë punë, po akoma. Këto djem duhet mi dhanë mbështetje, me vazhdu me punu me seriozitet maksimal. Dhe ta thash, shohim punën, ajo ka me na dhanë rezultate. Pam në fushë, që shtam elementin e ri, nga Tafa, nga Kruja, Kuqi dhe Preka, por rekordi edhe Kopriku, sa atë Kopriku patjetër, por kam parasysh se Samuel Barzari një rekord me vete. Ideal. Shiko, Samuelin e kena marrë sezonin e kaluar dhe normalisht që ka qenë shumë i vogël, 14 vjeç. Samuelin po punojmë në mënyrë profesionale, po zhvillohet deri diku mirë, pavarësisht se ka hapësira me rregullu, por ka ba një kapërcim cilësor nga viti i kaluar, orientohet pak më mirë, po kështu edhe djemtë të tjerë kanë ba kapërcime cilësore. Jam i kënaqur edhe me Tafën në krahasim me vitin e kaluar. E ka arrit punën mbrojtje, e ka arrit orientimin. Po tash avash duhet i përgatisim për vitin tjetër me dhanë diçka më shumë. Ndërto duket se Kopriku ka një avans me tepër nga ky grupi i trive, ka një përvojë më shumë. I keni besuar edhe më herët Kopriku. Unë do vazhdoj me dhanë besim gjithëve në bazë të asaj që konstatojmë gjatë stërvitjeve. Në bazë të stërvitjeve, paraqitjeve në stërvitje, ne i besojmë edhe momente të rëndësishme të lojës. Ta thash, nëpërmjet punës edhe ritmeve të mira në stërvitje, gjitha gjanat do shkojnë për mirë. Duke ndalur tek shtatlarti Samuel Barzari, vetëm 15 vjeç dhe sot vendosim më të them një rekord unik, 3 ndeshje në harkun kohor të pasditës së sotme, zhvilloi fillimisht me vllaznin U16, por fitoi me vllaznin U16, fitoi me vllaznin U18 dhe më njëherë i dha shumë minuta me vllaznin e rritur, pra 3 ndeshje për një pasdite, për një djalosh 15 vjeçar. Mendoj që minutazhin e Samuelit e kena gjatë gjithë kohës në monitorim dhe kohën e stërvitjes, sepse ai është i ri, por ka nevojë me lujtë edhe me moshatarët e vet, por gjithashtu edhe me matë ritëm. Mendova t'i jap besim sepse sot kishim 2 lojtarë dëmtuar. Kishim Parkerin dhe Thomasin dëmtuar. Parkeri lu në pozicionin e Samuelit.
Dhe ishte rasti ideal, duke pas parasysh edhe kundërshtarin, ishte rasti ideal për t'i dhënë besim sot. Nga kampionati në kupë të mërguar në ardhshme në këtë pallat sporti, që Azem Dervishi pristi të utën. Ndeshja e parë çerek finale? Po, ndeshja e parë çerek finale, vlefshëm për Kupën e Shqipërisë, ku do luajmë me të utën ditën e mërkurë në Shkodër. Është ndeshje shumë e rëndësishme për ne, e cila na çon në gjysmë finale. Urojmë që të kena mbështetjen e publikut që fatmirësisht për ne falenderoj edhe sot kanë ardhur dhe na kanë mbështetur.